Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Jeni gati të fluturoni me kursin e Peter Panit të televizionit Klan? Unë jam gati të fluturoj me imagjinatën e 10+3. Në formacion sot do të kemi 10 fëmijë nga Shqipëria dhe 3 fëmijë nga Kosova, të cilët i kam takuar javën që shkoi në Prishtinë, ku presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani kishte ftuar panelin e gazetarëve të së ardhmes për të mbyllur forumin ndërkombëtar për sigurinë e fëmijëve dhe grave. Ishte një forum me pjesëmarrje të jashtëzakonshme ndërkombëtare të cilët i kushtojnë rëndësi dhe vënë theksin më shumë se kur sot tek paqja në botë dhe tek siguria e fëmijëve, së ndërsa fëmijët tan buzëqeshin, janë të qetë, edhe flenë gjumë një astëk me pupla, do të thoja unë. Ka disa zona gjeografike në hartën e botës ku hija e luftës trëmb, shkatron buzëqeshje dhe ngurcon jetët. Ma uli pak të muzikën, ju lutem, se po flas për një gjë shumë serioze. Dhe ndërkohë, përveç këtij momenti ku Peter Pan do të fluturojë në Prishtinë, dhe që është një devijim nga ajo që keni parë çdo mbrëmje këtu në televizionin Klan, ne do të kemi sot pak Eurovision. Shkodra elektronike vjen këtu për të performuar këngën Zdjermë dhe për të sjellë atmosferën e një fitore fantastike, duke qenë në top 8-shën e të kualifikuarve më të mirë të kontinentit të Europës. Kështu do kemi një episod shumë të fortë sonte. Mirë se keni ardhur të gjithë dhe jam gati të ftoj tani kapitenet e anijes time, ja ku janë 10+3 informacionit toni, mirëpresin. Debora dhe Dior, të parat. E dim që sot do rinë pak ngushtë dhe do bëjmë vend për 3 shok nga Kosova, duke falenderuar edhe një herë stafin presidencial të presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe duke falenderuar vetë presidente për vendin e veçantë që na dha në mbylljen e këtij forumi ndërkombëtar për sigurinë e fëmijëve dhe grave. Dua që të ftoj tani 3 fëmijë fantastik, të cilët e spikatëm në panel kur ishim te kurthi i Peterit versioni Made in Kosovo. Kështu që mirëpresim tani të parin Muratin, 10 vjeçarin nga Prishtina që flet shqip, turqisht, anglisht dhe bosnjakisht. Në të ardhmen dëshiron të bëhet president. Rea 10 vjeç nga Peja, i pëlqen muzika dhe po studion krah shkollës dhe piano. Eda 7 vjeç nga Prishtina, ka pasion kërcimin dhe gjimnastikën. Mirë se keni ardhur. Muratit njerë, ta përshëndes Muratin se më ka bërë shumë përshtypje. Ja, jepeni Muratit mikrofonin. Murat, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur. Faleminderit, përshëndetje të dashur shikues, përshëndetje e dashura. A je i kënaqur që ka ardhur në televizionin Klan sot? Po të shikon gjithë shqiptaria, po të shikon sot? Jam pak i emocionu, mos më rajtone vetëm në Kanal 10, kam qenë edhe kush jem qenë kështu pa seriozitet, po kjo është hera pa që jem vetvetja. Mua ky djalë më ka bërë shumë përshtypje dhe më vjen shumë keq që në 8 edicione nuk kam patur asnjë djalë nga Prishtina. Ti je i pari djalë që vjen nga Kosova. Kështu do t'japim një duartërkitje shumë fort Muratit dhe gjithë fëmijëve të Kosovës, po dhe fëmijëve të Kosovës që jetojnë në diasporë me familjet e tyre. Më ke bërë përshtypje kur thej që shikoj kam dilema, the po më shumë sa gazetar unë dua të bëhem president dhe të zë vendin Vjosa Osmanit, the, jo ty Alketa.
Edhe unë thash dëgjoj, di ç'keti vjen javës tjetër se kemi disa episode ku do donim që t'ishe prezent. Kështu do vish, do kalosh malet, po do vish 3 orë rrugësh ajo, s'është asgjë. Okej? Okej. Je i kënaqur? Po. Kush ka ardhur me ty sot, mami? Po. Mami, Heluane, ko jam Kerem, shumë e dua to. Me që ata dë. Super. Mirë, dëgjuam një kështu shqipe të folur bukur në atë dialektin fantastik të Kosovës për ta bërë Kosovën pjesë të programit sonte. Do ftojmë tani me njerë dyshen sensacionale që ngriti zemrat peshtë të gjithë shqiptarëve dhe bëri të valvitën kushte disa flamura në Eurovision me shpresën që do mbrinim edhe më mirë, se në fakt meritonim shumë më mirë, po si gjithmonë në këtë garë që është edhe pak politike, është edhe pak territoriale, nuk është kaq e thjeshtë që talenti të shpërblehet. Unë mendoj që kjo dyshe në fakt është një dyshe shumë e denjë për muzikën, jo vetëm të kontinentet e Evropës, por për muzikën ndërkombëtare. Më duket shumë herë si Billie Eilish, më duket shumë herë si Lana Del Rey, më duket si një zë ndërkombëtar sepse ndron mënyra, ndron interpretimin, ndron shpirti krijues, edhe është një gjë që identifikohet në gjithë repertorin e madh ndërkombëtar. Dhe mendoj që Shqipëria ka pasur me të vërtetë një nga momentet më të bukura të meritokracisë, nga festivali i madh në një festival ndërkombëtar, edhe s'ka më bukur kur një dyshe që si njëjtë askush që këndonin në fakt në audienca shumë të vogla në klubet muzikës që i ofrohet audiencave të vogla, të shpërthetet trëmbetet çmimin e parë dhe të kualifikojë e teta në festivalin evropian. Jam shumë e kënaqur që do të kemi sonte këtu Shkodrën elektronike që i presim me shumë ndërtrokitja. Bea dhe Kol. Faleminderit shumë që keni ardhur. Faleminderit shumë për emocionet fantastike që na keni dhuruar. Bravo! Unë kam patur fatin sot që të shikoj dhe ekskluzive në këngës së re që publikohet pikërisht sot dhe do t'japim mundësi publikut shqiptar që të shohë një pjesë nga klipi, edhe ishte një këngë fantastike, nuk e di sa e bukur. Këtu talenti flet vet, vërtet. Këta të dy njerëz që shikoni këtu, artistë të vërtet të thjesht, edhe që i njohëm kaq voneve në industrinë e muzikës në Shqipëri, janë njerëz talentuar dhe talenti është demokratik, nuk njeh kufi, ai kuptohet, ai mirëpritet edhe ngron zemrat e cilit do pavarësisht nëse gjua kuptohet apo jo. Ishte realizuar klipi në veri të Shqipërisë apo jo, në një lugin fantastike, me kuaj, me malet mrekullueshme. Ku e keni xhiruar? Lepush. Në studio se kanë gjetë location, na kanë çu aty me kena bën hiking për një orë gjysmë. Për ta xhiruar. Cingarja kishte punën e vet. Ne artistët jemi pak të çmendur, neve kemi nga një vit mangu të gjithë dhe kur e duam një gjë forca pasionit na çon edhe në majt Himalajeve. Je lumtur Bea për suksesin edhe për arritjen? Shumë e lumtur, tepër e lumtur. Nuk e asnjë fije zhgënjim, nuk pash ndonjë fije zhgënjim, kështu që të kishe ndonjë pritshmëri për më tepër, ishte shumë punë. Jo, na kena alo sot e nim dashninë e njerëzve, kjo gjoja që na gëzon. Atë punë kena marrë pjesë. Për një vetëm për një punë. Kena shpresuar këtë gjë e na ka ardhur një dhuratë e madhe. Ne këtu vinim mbas të gjithë thoshën peshën e kemi të sigurt një herë, edhe mendonin që me merit ju takonte peshja, po ju keni fituar zemrat e njerëzve dhe votën e publikut. Ashtu ishte, po. Ashtu ishte vërteta. Shiko, s'ka gjë më të bukur kur muzika jeton, kur mirëpritet nga shumë shtete, edhe pse gjua nuk kuptohet, energjia e artistit depërton. Edhe kjo është fantastike. Yje, jemi gati neve këtu që të fillojmë nga puna tani, se kemi gjitha do pyetje për të bërë? Po! Pyetjen e parë do më hapi Noara. Hajde Noara, se ti si këngëtarja e grupit që je, meriton që ta bësh e para pyetjen. Okej, e di. Kam mikrofonin. Ja more mikrofonin, se je mësuar kështu që ti je lider edhe ta kesh mikrofonin, po ti e ke këtu. Unë kam shumë shef këngën djem, pse juve se fitove Eurovizionin, se ju ishin më të mirët dhe unë shava. Faleminderit me zemër. Si e ke anin ti? Nuara. Po, a do me na kënu këngën zjerm, që e kam po një video ku ti e kënon këngën zjerm. A ke qef me e kënu me mu? Po. Hajde. Dëgjoj, po ta vëm tani, ta vëm muzikën pak në sfond. Mirë, ta vendosim që të ketë atmosferë. Hajde njëherë ti mësoj dhe Bea lëvizjet, mësoja njëro Bea ato lëvizjet e tua që u bën hit. Hajde. Që të kërcej me ty ajo të kënaqet. Të bëjmë? Po. Zemrën time, zemër teme, ky minuto të vazhdoj, një serin nga spajmer, këtë si fale shpirt, jam mate nga to kajme, ku kam lido e haroj, jam mare nga botlajme, vazhdo me shndri. Bravo! Bravissima! Bëj lëvizjet Nora, bëj lëvizjet.
Edhe lëvizjet. Ngrejeni muzikën, ngrejeni. Lëvizjet i me ba, lëvizjet. DJ ngrejë muzikën. Perfekte. Brava. Po kjo ti ka kopjuar njësoj ato lëvizjet, ti ka bërë provë para pasqyrës. Pyetja tjetër e dua nga Atlant Parisi. Jepi Atlant. Paris. Që do me na pyeti? E kupton ti ç'do të thotë zjerm? A e kupton çfarë do të thotë zjerm? Zjerm. Po, e di ti çfarë do të thotë? Jo. Pyeti, që ta shpjegojnë. Flak. Flak, bravo. Ja ta shpjegojmë pse ja vendosën këngës emrin Flak, zjerm. Pse kënga juaj quhet zjerm? Apo dishni? Sepse kishim ftoft. Kur Kishim e kina marrërit. shku po? Të marrërit atëherë thame, po të zejta me kangën. Ti, a bani shto dhe ti? Ba me pas ftoft, me zjermin. Kanë të dhënë një gjë tjetër. Tjetër si babi, serios si babi, po e qëllë në njërë. Dhe me mjekër si babi. Kjo se jem të latë si babi jotë, edhe ti herë të avonë ke mu ba të latë. Po prit, çfarë the tjetër, se se kuptova çfarë the tjetër. Tullat si babiot the, po tjetër, çfarë kishte si babyt? Që ishte serios si babi. Është serioz si babyt, dhe tjetër çfarë kishte si babyt? Prit. Që kishte mikrën si babi. Vetëm emri s'pas ka si babyt. Si e ka emrin babyt? Mition. Si e ka? Mition. Milion. Mition. Mition. Më dëgjua si milion tash. Ua, më duke interesante tash. Ku ti ka vajtur mendja ti ve emrin fëmijës Milion? Milion. Po Mujnoara. Atësan parë shumë serios si kola. Tani jam të bëj një surprizë për ty. Ta bësh patjetër ti njeri i surprizave. Dhe të mamë. Është fantastike. Të keqen e çorapeve Mujnoara, sa të bukura i ke ato çorape deri te gjuri. Sa ju shkon vajzave ajo çorapja deri te gjuri nuk e di. Hajde një herë këtu ta shikojmë çfarë ke bërë ti sa unë. I kam shumë qejf surprizat. Ç'është kjo gjë kaq e bukur këtu? Ua, sa gjë e bukur. Në kurthin e Peter Pan? Shikoni, jemi bërë gjithë kartoni animati. Po ç'është kjo gjë fantastike? Ua. E keni uluni kalamaj, uluni atje gjithë, uluni. Uluni aty të gjithë se e mbuluam librin. Uluni çik se ka bërë një gjë shumë të bukur. Nara, do t'ja shpërndaj në të gjitha kopjet. Po ç'është kjo gjë fantastike? Kush e ka shkruar këtë libër kaq bukur? E ka shkruar Ua, kjo që nga një mrekulli Mujnoara. personazhi e ti. Na duhet ai kameramani që ta xhiroj këtu se nuk e di se sa lexohet po. Një ëndër që bëhet realitet. Pastaj kemi Alketa Zana skenës magjike, Peter Panistët 10 miq të mrekullueshëm. Çdo e premte një fluturim i ri, kurthi i parë dhe pyetjet magjike. Noara në skenë zëri që ndriçon, ëndër dhe muzikë, kur një përall troket në derë, një koncert me Rovenën, fest në skenë këndojmë dhe kërcejmë të gjithë, mrekullia Peterit nuk mbaron asnjëherë, një përqafim për kujtim, kjo është një gjë fantastike. Kush e ka bërë kaq të bukur bashkë me Noarën, i lumtë mendja dhe dora. Është vërtet në këto 8 vite program një nga dhuratat më të bukura. Edhe ilustrimi është fantastik. Faleminderit shumë për këtë kujtim. Shumë faleminderit. Amazing. E ka bërë personazhi e ti. Ai ta putni çik dorën Alketa. E ka bërë personazhi e ti. Faleminderit shumë. Am të tregoj një faqe të fundit. Të ma tregosh. Ua, po kjo që nga faqja më e bukur, po si e kaloi Alketa që e ka shumë qejf ditën e falënderimeve këtë faqe. Ja, shikojeni. Afrojeni pak shumë kamerën, lutem. Noara na thot faleminderit. Po kurios të vegjël. Kurioziteti është i pari njerëzve të mençur. Tani do vazhdoj me pyetjet e karadhën tani Ajla. Po ju pse i keni vënë emrin Shkodra elektronike apo jemi elektricitet Shkodrës? Baba me i dhanë elektricitet, kishim kënë Shkodra elektrike. Ne në Shkodra elektronike e i napim kompjutera Shkodrës. Shumë kompjutra. Hapim dyqan elektronike të Shkodrës. Beja, juve këndoni edhe këngë të vjetra që a ishni atë plurin e nostalgjisë dhe i bëni pak elektronike, i bëni kështu si stil tjetër, duke ruajtur gjithmonë notat folk edhe traditën. Cila është një këngë për shembull shkodrane, tradicionale, e njohur, që ti e sjell në një version ndryshe që ta dëgjojmë ne kështu a kapela të kënduar këtu? Kemi shumë këngë shkodrane në zemër, po sonde nëse doni munda me ju kënu një këngë, e munda me përdor organo në piano që ka këtu mbrapa. Ashtë okej Po, për ju? patjetër mund t'i bjerë kol, po. Ashtë okej për ju? Po, tërtullesh. Shumë bukur. Ta provojmë. Tërtullesh e ka enin. Fantastike. Nuk përdore dhe? Është e lidhur apo jo organo?
Nuk është e lidhur. Okej, s'ka gjë, e këndojmë a kapela. A kapela e kemi qef në këtu, është lloji programi që këndojt a kapela. Okej. Shumë bukur. Lloji program. Nuk kemi në Eurovision. Kërkon ti. Turtulesh, që ma ke qush shpirtin pesh, turtulesh. Dëgjoj, po këtë synin si qershia, ku e gjeta vedin, keni sa këngë të bukura shumë juve. Nuk e di ku ju ka shku mendja e si i krijoni e si i risillni. E keni vërtet shumë origjinale dhe autentike këtë mënyrë. Dua pyetje të tjera nga Stalla Murati, është rada jote. Unë kur e kam ndonjë provend, siç thoni ju në Shqipëri, po na në Kosovë thojmë test. Kur unë ndonjëherë kam ndaj test, unë jam i sigurt për njohuritë e mia. Por ju kur e vretet se kënga Zjerm do ta diqte Eurovisionin. Murat, të dua dhe javës tjetër këtu, okej? Të dua edhe javës tjetër këtu. Okej. Provoj. Kur e kena kuptu? Kur ne kuptu, pse e ka djeg ka nga Zjerm E ka djeg për ju ka nga Zjerm? E ka digj? E dogji, si më stejet, po? Po? Si pas teje, kënga Zjerm, e dogji skenën? E dogji mendon? E mendoj se kështë e ka bu kështu, e ka kollë, e thojnë anë E ka kollë. E ka fort, të shumë mirë. Bravo. Faleminderit. Murati dha një ngjyrë tjetër panelit sot, jam shumë e kënaqur që je këtu sot. Na kena marrë vesh, kur e ke marrë vesh ti? Po. Për e kene me ty? Po, bashk. Dëgjoj, kur u futët në festivalin e madh, jam kurioze të di, e kishit me ra konkurrencën se juve vinit krejt pa njohur për publikun shqiptar në fakt, edhe nuk e di se çfarë pasigurish keni pasur, çfarë pikpyetjesh keni pasur në raport me krimin. Besoj që shumë koshient që krimi juaj ishte një gjë ndryshe nga gjithë këngët e këtij festivali. Jo, konkurrencë Ja, po nuk e kena mendu si konkurrencë as festivalin e këngës, as Eurovisionin. Po jo hyt me mendimin për të fituar, apo hyt me mendimin për t'u afirmuar? Se njerëzit janë e dyta, për t'u afirmuar, as si e mendonit fitoren? Jo, kur, hiq. Çfarë ke ndjerti në momentin që u tha Shkodra elektronike? Nuk e di atë moment si e ke përjetuar. Nuk e kuptume. Se kuptu, t'ishit kështu si E të mpirë. kena kuptu vonë, edhe nuk e kena prit hiq, shifen reagimet, si fje... Prandaj gjërat më të bukura në jetë ndodhen kur nuk i pret. Shumë bukur. Pyetje nga Majda. Juve keni zënë një vend shumë të mirë në Eurovision, po ne gjithë pristin që të zgjidhni vendin e parë. Prapë se prapë ju e keni fituar zemrën e publikut. Çfarë ndryshimi do të kishte nëse do fitoni çmimin e parë? Çfarë ndryshimit? Do të kishte nëse do fitoni çmimin e madh. Ndoshta ma shumë punë me ba. Ba me pas fitu çmimin e madh me votën e publikut, kishte kenë shumë mirë. Ba me pas fitu me votet e jurisë, nuk kishte kenë. Bukur do ishte të vinte Eurovisioni këtu në Shqipëri njerë, shumë bukur do ishte. Jam e bindur do kishim bërë një revolucion. Ne me ambicje që kemi jemi një popull mbase në përmasa dhe dimensione kështu gjeografike i vogël, popullsia, demografia e vogël, po kemi ambicje të ëndra të mëdha dhe ne shqiptarët po e vendosim një gjë e mbrim, se para se të na japin pasaportën e Bashkimit Evropian dhe të jemi një vend që përcakton politika nëse jemi apo jo, qytetar evropian, neve jemi evropian të lindur. Ne e kemi të vetë ndjerën e qytetarit evropian. Muj Noara. Një këngën Zjerm. Do ta këndosh me Etjenin apo te pjesa 2 mendoj, jo tani, dakord? Se kemi shumë punë për të bërë dhe kemi 14 fëmijë sot, 13. Ska gjë. Mirë, shumë bukur. Tani e ka radhën Edel. E pyeti na mu t'jap një diçka për atriqes? Mu t'jap një diçka? Patjetër. Faleminderit shumë. Kuko. Ta paska kombinu dhe me dorezat e bukura. I shkojnë Shkodrës trëndafilat shumë. Edel pyetjen. Por Juria, pse nuk ju dha shumë pikë si publiku? Janë ziliqar ata apo janë dorë shtrënguar si mësuesja e matematikës? Se Juria është djeg shumë për Zjermit. Ashtu djeg më tepër se publiku, s'kan pas mundësi mëse me na dhanë vota. Kanë pas frikë. Kanë pas frikë për Zjermit. Tepër Zjerm. Tepër Zjerm. Po, publiku ju rënditi ju si pes më të mirët në Eurovision dhe ju dha shumë dashuri. A mund ta di cili është komenti më i bukur?
që keni marrë nga njëri huaj? Komenti më i bukur që kemi marrë prej jashtetit, Shqipënisë. I'm very proud to be Albanian, even I'm not Albanian. Për një Gjermanit. Shumë Gjermane kështë të thënë këto? Gjermane? Gjermane ka pas shkruaj këtë koment. Jam shumë krenar, me kanë shqiptar, me pas Shqipërinë që më prezenton me Shkodra Elektrike, edhe se nuk jam shqiptar. E ta thot një Gjerman këtë, një Gjerman që e thot të gjë për një shqiptar shumë bukur. Vazhdojmë me Amarisin. Për para pyetje, sa mund të temi gjë për qeshur? Çfarë të duash ti? Po ju të skena ku kënduat këngën Zjerm, kishit më shumë emocione, apo gjel flokësh? Për ty Kol nuk është se besoj, po edhe mundet. Më shumë gjel flokësh apo më shumë emocione? Më shumë emocione, papa, më shumë emocione. Pyetjen. Unë çfarë vite Peter Pani kam shumë emocione. E pa le të këndoj përpara gjithë Europës. Po ju, a kishit emocione kur kënduat përpara gjithë atyre njerëzve? Po. Unë kam pas shumë emocione. Kaq shumë që ja kam shi emocionit Kols. Unë s'kam pas si mi kam marrë tani I kam emocionit anullu Beatrice. krejt emocionit e Kols. Ndeshta me pas emocione, me mori Beatrice. Ja, i mora krejt, i vova. Mete pa emocione. Ti a keni emocion në mlanë? Po. Ha? Po. Po. Si unë djeve, Beatrice, para se të dilje, çfarë the? Bëre një lutje, u mobilizove, kishe ndonjë ritual para se të diljen, s'keni ishte më e mirë prova apo më e mirë performanca live në natën e fundit? Nuk e di. Apo nata parë, si e she Artisti nuk është vetën? kur happy me qa bën. Po, momenti para skenës është një moment i qetë, ka me kanë i qetë. Frym, oksigen, that's all. Kë kishe mbas skene aty? Përveç Mas Kolës? skenës kena pas timin ton, timi jonë që ka kanë me, dhe me thonë, me sound engineer, me manager. Jo, njeriu që të shtrëngoi dorën edhe tha go dhe shkëlqe. Kush ka qenë njeriu që të ka qendruar? Njerëz të Eurovizionit, na kena kalushim shumë njerëz, shumë step njerëz, e tonë na mojshin durë, të na jepshin fort, kjo gjë ka kanë shumë fantastike. Bukur shumë. Bëre ti eye contact me dikë atje në publik, i shikoja rije që ti evidentoje flamurët e kuq, se ka shumë dritë atje edhe. Kemi pas. E pat zonën e Shqipërisë ku ishte aty se përqendrohen zakonisht në një vend. Shpërndar ishin, ëh? Po, gjithkund kishin kuq. Po kishte flamur kuq. Dëgjoj se shumë duartrokitje mund të ketë, gjithë bota mund të duartrokase, por kur dëgjon atë fjalën në shqip aty që thot dikush bravo të dua, është gjithmonë një ndjesi tjetër apo jo? Apo ti e do brava ti amo, si e do ti, se ti e rritur italian fakt. Shqipa shumë bukur. Shumë bukur. Shoku ju ti zemrës ishte me ty aty? Se të pash në disa foto e video gjithkohës? Ashtë sound engineer jonë, ka kanë me ne. Sound engineer, shumë mirë. Se Mediat Roz shkruanin për një puthje pasionale, Tino Ara do më lësh ta bëj këtë programin sot mua, po ke gjithkohë skenarin tënd. Eja këtu. Ishit ato kohës me skenarin. E dikush e di kur ma një ditë mua më bëri libër Aventurat e Noarës dhe mami më mendoi që të bëja një libër Aventurat në kursin e Peter Pan 8. Ta bëj mami se ti do jesh personazh fantastik, do të njohin gjithë shokët dhe shoqjet e tua. Edhe ca të tjerë që s'të njohin fare, shko ulu atje bukuroshe tani. Do t'i japim çik hapësirë edhe fëmijëve të tjerë se kanë gjithë ato pyetje për të bërë sipas radhës. Tani do pyesi Eda. Eda, nga jeti Eda? Ulu zemër, ulu si gjithë fëmijët e tjerë, nga vjen ti? Nga Prishtina? Jam shumë kurioz. Eda, nga vjen ti? Nga Prishtina vjen apo nga Peja? Ti ishe Prishtinës? Jam nga Prishtina. Ti e Pejës, po, shumë bukur. Hajde më i Prishtina li e vogël. Ai mikrofoni yt e ka ndryshe atë soundin edhe duket zëri yt kështu si më i madh si i fëmijëve të tjerë. Jam shumë kurioze të di. Ju, a jeni burr dhe grua, apo vetëm këndoni bashk? Me personalitet, Prishtina Lia. Unë jam burr. Edhe unë jam gru, po këndojmë bashkë. Po, këndojmë bashkë. Këndojmë bashkë, por nuk jena burr. Unë jam burr e Nuk Beatrice jam si është gru. baba me mama. No, jena dy njerëz që krijojnë muzikë bashkë. Ti Koli je i martuar? Ja. Jo, Bejan e dim që është në një lidhje se e kemi parë në gjitha mediat foton. E bëre shumë bukur pyetjen. Faleminderit Prishtina, duartrokitje Prishtinës sot. Prishtina shkëlqen. A më me thonë diçka? Patjetër ta thosh diçka. Jam shumë e gëzuar që jam në mesin tuaj. Vazhdoj me Noarën.
Beatrice, kërcimi yt është shumë viral. Kushta ka mësuar ty, ma mësua edhe mua, se unë e di këngën. Okej, ma ka mësu një shoqe që krijon kërcime, është një koreografe, ka emrin Marta Brameca. Nëse doni, mund t'ju mësoj baletin. A doni me mësu të tonë? Të gjithë, okej? A të vija ty? Okej. Këtu në qendër Bea, këtu në qendër Reja, këtu rini çoni kalamaj gjithë, vetëm mos mdilni ca para ca mbrapa. Bukur. Bea do ri këtu në qendër, ja këtu Bea mund vish midis tyre dy gocave. Po, ashtu, shumë bukur. Para se me provu me muzikë, duhet me provu pa muzikë, okej? Jeni gati? Okej, atëherë duhet me ba. A jeni të tanë? Okej? Bea si e bët provën, e bët këtu në qendër apo atje? Këtu. Aty mirë jeni. Okej. Okej, provojmë. Djathtas, majtas. Djathtas, majtas. Të provojmë shpejt. Shnrit. Tesh. Shnrit. E manej. Shnrit. Si karate. Shnrit. Prep. Shnrit. Hajde ta provojmë me muzikë një herë sa e fiksuam. Okej, ta provojmë me muzikë. Ta provojmë me muzikë. E mësot, okej. Rrim tonë drejt. Drejt tona. Okej. Gati? Okej. Bravissimi! High five! Bravo, shkëlqyshëm. Jeni gati për Eurovision? Gati për Eurovision gjithë po. Prova kërcimi, prova këngë, super. Reja, do m'japi një pyetje të bukur tani, Reja nga Peja. Mirë se ke ardhur Reja. Mirë se o gjeta. Përshëndetje Peja. Në këngën e juaj përdorët dialektin geg. A jeni shqetësu se ndikush nuk mund ta kupton tekstin? Po tekstin nuk e kanë kuptu si fillimisht tanë ata që s'kan ditë Shqipen. Pa nëse se kuptojnë sa vetë më tepër, nuk është një problem i madh, si thu. Por e kam edhe një pyetje tjetër. Po si? Në tekstin... Po ti e ke kuptu tekstin tonë? Po, kam kuptuar. E ke kuptu, tanë? Po. Shumë mirë. Do na thuash pak teksti, se shumë teksti bukur teksti këngës. Në fillim të ma gjeps muzika, pastaj kur dëgjon fjalët dhe e kupton se sa bukur këndohen ato fjalë, merr vlerë dhe mendimi shumë. Na i thua dot pak fjalët e këngës lutem? A una? Ti thot kol shumë mirë. Fjalët e mia di më thonë, duke di fjalët e Beja. Unë të të mija. Të mijat janë, në këtë minut, në këtë qast, no paranoja. Pas shiut e ylbert duket bota. Ne për rrugas një ambulancë, kërkur s'flet me arrogancë, edhe sot në thonë që shprishit koha. Përfundova në nuj, po s'mu tha goja. Si vazhdojnë ma, si ma e men ma. Vazhdo kol. Zjerm. Bjermi valët tona tribale sa orteku kush. Na kemi pak pregatitur me recitim. Na e dim veç me nota. Ja, zdi, duhet me kangën. Shiko, po ja pak publicitet, mësojeni pak gjatë kohës publicitetit se duhet interpretuar si recitim, jo si këndim. Mirë? Të pa mësojnë si recitim. Okej, pas publicitetit në pjesën e dytë na ndiqni. Jemi në transmetim direkt. Jam këtu me pilotët dhe kapitenët më të mirë dhe më profesionistë që keni parë, po dhe me gazetarët më simpatik të ekraneve. Do vazhdoj me raundin e dytë të pyetjeve, edhe pastaj do vi një e ftuar tjetër shumë simpatike. Pyetje në radhës e dua nga Reja. Po Reja. Po. Në tekstin e juaj thot, kuptimin e fjalës mëson në shkollë, por në shkollë na thonë mësueset mos fal, por a duhet të presim derisa të kryet shkolla për ta mësuar kuptimin e fjalës? Lirin e fjalës. Lirin e fjalës, më në fal. E për këtë punë thonë mos fal mësuesit. Lirin e fjalës. Ja, po ti fal, se mësuesja e mirë dëgjon. Okej? I keni shumë bukura këto fjalët që përdorni në tekstit e këngëve, edhe kënga e dytë që sapo keni publikuar, si e ka tekstin? Ma thua pak lutem?
se unë jam shumë e ndjeshme ndaj teksteve të shkruara mirë. Ajo që ka dalë sot, yjet, Ne jemi yjet e varur në askund. po pra, yjet nuk varen askund, sa e bukur që është, jemi yjet e varur në askund. Është si kërcim në bosh pak e flokos, shumë më kujtua. E njëjta ndjesi. E ka radhën tani, kush nuk ka bë pyetje ende Diori. Shkodra, ju... Shkodra, ju, Gjirokastra këtu, Shkodra. Bea dhe Kol, okej? Bea, Orna. ju të dy keni shumë vite që jetoni në Itali, por çfarë ju mungon më shumë nga Shqipëria, kur jeni larg? Shumë gjana. Mu qebapt. Qebapi. Si të ja shpjegoj një italianit i qebapin? Salsicine. Qevapçiçi i njofin për Kroaci. I njohin? Pa e njohim me emrin slav, qevapçiçi. Okej. Po Mu byrekun... ka shumë gjana nga Shqipnia, sa do të kthehemi ritur në Shqipni. Alketa nuk ka mbaruar. Vazhdo, sot të preva unë. O na këndosh këngën më të bukur shqiptare që di? Kënga ma bukur shqiptare. Po, cila është kënga më e bukur për ty? Moj margjel, mari malcore, ku po shkon me atë kosore. Ku po shkon, moj tu i vrapue, apo vjen o bash me muhe, margjel o mori, margjel, se mas te jes tu me ngel. A, si të shndrit, ai emocionit ty, si të shndrit. Eda. Çfarë doje me thënë ti, Eda? Zakonisht, grupet kanë kryetar. Po të grupi yt, po të grupi juaj. Kush është kryetar? Patricia. Ja, të dy jemi kryetar, Kola për disa gjana, unë për disa gjana tjera. Unë për veshjet. Juve si thoni faleminderit? Faleminderit thoni apo faleminderit? Faleminderit, të dojve nga Shkodra, se më tingëllon ndonjëherë Shkodra dhe gjua me dialektin e Kosovës, më tingëllon sikur është e njëjta ndonjëherë, siç ka një rumbullakim kështu të tingullit. Ja, gjasojnë shumë, po. Kanë gjasojnë dialekt pak a shumë, me dëdëllë. Çfarë do thojemi Eda tjetër? Ne që kemi ardhur prej Kosovës. Vre mikrofonin përpara? Ne që kemi ardhur prej Kosovës. Po. Ne kemi bru fli për stafin e Peter Panit. A, mos më thuj ke sjell flije, se unë vdes për flinë e Kosovës. Ku e kemi? E kemi të ngrohtë. Nga paskinës. Ik shkomere, direkt tani dhe na e sill një copë që ti themi italianëve që ju vetëm spaghetti sono buoni, po është edhe flija e Kosovës shumë e mirë. E do shna Eja, Murat, eja. Edhe unë e kom një dhurat për ju. Dale më Murat, shikojmë ç'bëhet sot që ka dita dhuratave, më. Hajde ulu këtu me mua, hajde ulu këtu. Hajde ulu me dy këshuratre. Opa. Gratë që kanë... është pak si morë, po më vjen me thonë kështu, ama është nga qendra promovim e të drejtave të grave, këto punime edhe të regojnë historinë e të Bjetuarve. Bjetuarve të vunë seksuale dhe nga forcat serbe gjatë luftës të fundit të Kosovës. Në vazhdim të frymëzimit që kemi marrë dhe një mesazh shumë të rëndësishëm dhe thelbësor në forumin ndërkombëtar të sigurisë së fëmijëve dhe grave dhe në kujtim të gjithë asaj plage që nuk e di se sa kohë do doj që të shërohet e që Kosova e ka kaluar, e kemi përjetuar dhe ne njësoj dhe e kemi ndjerë këtu nga Shqipëria. Kosova jonë e dashur. Faleminderit shumë, është një kujtim shumë i bukur. Ja, erdha. Ja, t'ja japim Muratit hapësirën dhe erdha tek ty zemër. Dhe këtu e kemi një Harta poshtë të Kosovës, sa bukur. I ndërtuar nga gurët e Trepqës. Sa gjë e bukur. Faleminderit Murat, je super yllje. Shumë faleminderit. Fantastike, faleminderit shumë zemër. Shumë faleminderit. Me ndërqofsh, tamam. Ja po t'ja përsëri këto 2 minuta. Uli aty ku jeti. Uli aty ku jeti. Ta mbyllim programin të hamit të flinë. E gjitha kjo për muaj që ka kështu si mega pizza. E pas keni...
Dëgjoj, e pas keni marrë një pjesë nga kjo flia, e pas keni... Mere mikrofonin, mere të dëgjoj që ka i teksti bukur. Kosovarit. Do atë i mbrapa e kanë hëngër? E pas kanë ngrënë që ka da brapa. Si bëhet kjo flia, mërë zot që shka që i mirë? Kjo s'ka se gjë këtu brënda, ka vetëm pet, po me qarë bëhen këto petët? Është sekret kosovar. Është sekret kosovar, ha? Tani unë, s'kam bërë as drejt. Mama tona e kanë marru. Mama tuaja i lumë që nduart. Faleminderit. Eda, eja më ndimo tani. Më ndimo pak. Do ta ulim atje këtë tani, aty anash, do të japim fëmijëve në fund. Para se të shkojmë tek pjesa që kemi xhiruar në Kosovë, do ta ham nga i cop gjithë fli. Alëra aty sa sistemojmë alketën. Po. Jo, nuk do të tregosh kalamave se kemi një punë shumë të bukur për të bërë tani. Shiko. Neve nuk e rezistojmë dot brumit si shqiptar, siç nuk e rezistojmë dot brioshave dhe makaronave italianët. Se me thënë drejtën byrekët që bëjmë ne nga veriu në jug janë o zot i madh. Në qoftë se ka një gjë që unë do të mësoj është të bëj byrek dhe të hap petë të bëj baklava vetë, se këtë nuk di ta bëj. Gatimet e tjera i ftilloj, po këtë nuk di ta bëj dhe kam shumë dëshirë që të merrem pak me këtë punë se dua që ta mësoj këtë gjë. Se më pëlqejnë shumë petët e Shqipërisë, si të ëmbla dhe të kripura. Yes. Tani, ndërsa neve ham brum këtu dhe flasim për flin, është një vajzë e vogël e cila flet për frutat dhe për perimet, edhe thotë që ne duhet ham shumë fruta dhe perime. Edhe çfarë bëri? I bëri një këngë frutave dhe perimeve që kjo t'ingulitej në kokë të gjithë fëmijëve që han vetëm patate të skuqura, brum, gjëra të paketuara, ushqim të procesuar, që nuk duhet absolutisht të ham, sidomos shumë sheqer hajnë fëmijët. Edhe dëmtohet organizmi dhe kur bëheni të mëdhenj pastaj smureni, muskujt dobësohen, flokët nuk bëhen të bukur, njerëzit me lëvizjen janë si të rënd, prandaj sport dhe fruta dhe perime, thotë kjo vajza e vogël. Kjo vajza e vogël, sot do jetë Peterpaniste si juve, po është një Peterpaniste shumë e veçantë. Sepse ajo do ta çojë Shqipërinë në Eurovision Junior për fëmijë në dhjetor. Është fituese e festivalit këtu që është organizuar në Shkodër dhe sot ne e kemi ftuar që t'i bëj 2-3 pyetje dhe t'i marrë disa këshilla Shkodrës elektronike që sapo e kanë kaluar këtë eksperiencë në Eurovisionin e të mëdhenjve dhe pastaj do t'i kërkojmë që të interpretoj këtu fruta dhe perime. Kam kënaqësinë e veçantë që Kroni Pula ka lënë pushimet sot dhe familja e ka sjell nga jugu në Shqipëri sepse ne e donim sot këtu. Na vjen keq që ja prishëm pushimin, po faleminderit që erdhët, ky do jetë një kujtim shumë i bukur. Eja Kroni. Ajde moj Kroni, më mirë se ke ardhur moj Kroni, mikrofonin. Mirë se ke ardhur Kroni e vogël. Të urojmë shumë suksese, njëherë na nderosh Shqipërinë të vegjëlve, se ka dhe një Eurovision për fëmijë të vegjël, nëse nuk e dini, dhe sa mirë që ende bëhet muzikë për fëmijë të vegjël dhe muzikë kaq e bukur. Mirë se ke ardhur te Peter Pani, e shikon ti Peter Panin, je fan se programit besoj. Po, disa herë se disa herë jam me shkollë Aha. Por ti e di që do ulesh aty dhe mund të bësh disa pyetje apo jo se gjithë fëmijët. Hajde një herë të shikojmë si gazetarët dhe si këngëtarët kemi parë. Po ju pse çojnin këmbë apo në Shqipëri neve kur na vjen miku që presim në këmbë. Uluni. Unë e di që ju keni ju nga Eurovisioni keni ardhur edhe ju na keni bërë gjithë Shqipërinë krenar. Dhe unë dua t'ju pyes disa gjëra të më jepni disa mendime, nga që edhe unë do shkoj në Eurovision. A më thoni do disa gjëra që duhet bëj? Këshilla duam ne tani. Këshilla, po. 3 gjëra që duhet dhe 3 gjëra që nuk duhet i bëj Kroni. Duhet me baçef. Një shkodra nuk mund të ushtë ndryshe, përveç se boj qef. Baçef, po. Shumë bukur. Kam edhe disa pyetje tjera. Pyete për shembull Kroni, në darkë ose në mëngjes, kur të fleje, kur të Ju zgjohen. në darkën e finales, çfarë bëni? Hani çokolata apo kështu këndoni, bëni prova? Vetëm vezë dhe mjalt. Hajmë shumë fruta. Fruta perime. Fruta e perime hajmë. Sidomos në natën e finales. E ka dëgjuar këngën. Me vitamina. Shumë bukur. Çiko, do t'i thuash të gjithë fëmijëve nëpërmjet këngës sënde që duhet marrin vitamina të mira të frutave dhe perimeve? Unë këtë këngën e kam bërë vetëm për fëmijët han. Shumë Duhet mirë. hani fruta dhe perime. Ciao. Fruta dhe perime. I han frutat e perimet Shumë mirë, Dinuar, ha? Shumë mirë, ti elegante. Do ta dëgjojmë Kronin dhe t'i urojmë suksese në Eurovisionin Junior. Shkoj njëra tjetër ndizë skenën edhe merre bekimin e Peter Panit këtu njerëz se Peter Pani do t'japi shumë fat. Edhe shkëlqef siç ka shkëlqyer Shkodra elektronike. Gloria, ha. Gloria, me siento tasca.
shumë suksese, je krenaria e gjithë brezit tënë, tani dhe t'u bëftit kjo kënga edhe në botë, okej? Faleminderit. Kroni, pulës i urojmë shumë suksese, faleminderit që ishte sot tu zemër, do ulesh që ta ndjekësh programin nga afër. Kush e ka bërë këtë këngë aq të bukur? Uama ka bërë Adi Hila. Adrianila, bravo. Ke bërë këngë shumë të bukura në vite për fëmijët, jo vetëm për të rriturit. Kanë qenë ca këngë të bukura në fakt në tropik, në Kërceni, Makarena, se kanë qenë ca këngë të bukura që janë të kohës mbas 90-s, edhe shumë mirë që krijohet muzikë për fëmijët, se i harrojnë fëmijët, është bërë vetëm muzikë rap, hip hop, shumë pak muzikë popullore, po s'duket fare muzika që frymëzohet nga folklori, këngë për fëmijë, shumë pak. Më pëlqen shumë që vazhdon tradita festivalit të Shkodrës dhe jam kujtuar disa herë për të përshëndetur Kujtim Alia në mënyrë të veçantë, i cili nuk e di se sa vite dhe sa dekada është në drejtimin e atij festivali. Bravo, tradita duhet vazhdoj. Do vazhdojmë të bëjmë disa pyetje të tjera duke i uruar shumë suksese Kronit që e ka emrin kaq të bukur. Kemi 14 fëmijë sot. E kemi bërë të madhe familjen e Peter Panit, ë? Ha, më Etien, pse të duket se kemi 15 ty? Më keni dhe mua, po edhe unë. Jo, kemi edhe Shkodrën elektronika. Bashkë me ata bëjmë 17. Fal kita s'është fëmijë. Po unë jam fëmijë që nuk do rritem kur në shpirt. Nuk është puna që s'jam fëmijë kështu në. Ajo duket si e rritur, po gjithmonë në zemër do mbetet si fëmijë. Po, unë nuk dua të rritem se e di që të rritesh është shkurt. Edhe më pëlqen shumë që të rrik shumë me juve të kënaqem. Pyetjen e tjen, se s'ke bërë asnjë pyetje akoma. Në skenë keni shumë kimi. Po mirë, na thoni të vërtetën. Cilë të vërtet do ti? Çfarë kena me të thënë? Peter Pani. Peter Pani e hutoj. Na thoni të vërtetën? Dhe jashtë skenet, a i të na pyta kemi edhe jashtë skenet? Jo, kam dhe një qik, po nuk e baj mend. Kuptojmë shumë Dëgjoj, mirë. çfarë ke që i bëri? I bëre copa do bëj digrisë çfarë pantallonat i ulin grend, se çe nuk ulen ato, nuk ulen se modelin. Po modelin aq e kanë, po s'ka gjë e vrarë. U bëre më të req se s'duhet, mos i ngrish shumë pantallonat. Çfarë kemi na ora? A mund ta bëj pikë? Je suis charmante, moj thot bluza e Noarës. Ti je shumë charmante. Je. Ha më Etien. Urdhro. Unë dua të them Noarës që sa ta mbaroj pyetjen dua të këndoj me këtë. Patjetër more kush ju thot juve jo. Po Në Kroni. skenë kemi Ja, për pak. Po. Do ta mbarosh Etien pyetjen apo? Po. Jepi. A kujto? Mos e di çfarë pyetesh, që nuk jam gjithmonë në Në kokën skenë tënde. kemi shumë kimi. Po mirë, na thoni të vërtetën. Këtu ngec. Okej. Këtu gjysma tjetër zhduket e pyetjes. Tani as keni kimia, keni fizika, keni gjeografia, çfarë keni biologji? Kena kimi, Letërsia, muzikë. Tana, Atlante, kena të tana. Alketa, Urdhro. thot në ara që të ma kujtosh pak se më ka shok, prandaj. Po ja kujtova unë pak pyetjen, tani dëgjoj përgjigjen. Ata janë vetëm shok edhe kolegë në Pik skenë. mikrofonin. Po, në skem, Kena kimi. kena kimi. Aritmetik. Po. Fizik. Gjeografi. Histori. Gjimnastik, Gjimnastik. Muzik. muzik. Edhe muzik. Okej. Pyetjen tjetër e ka radhën në Murati? Aja. A për O, me i ta thonë shihet, dy, një që e kom imaginu, së është aq praktike, ama nese. Ju, a përgatit një ma shumë shpageta, apo Shpagetat? krop Shkodre. Apo nuk ato ani hitë sepse nuk keni ko. Na përgatisim më fort shpageta, për qa krapin e Shkodrës nuk e kena në Itali. Me sos boloneze, Po, edhe bolognese. edhe Mirë. edhe a hanim ma shumë shpageta apo pizza? Të dyja. Okej. Edeli e ka radhën. Jepja Edelit pak radhën tani. Beatricia, ty Urna. kur të pash në Eurovision, në pa që ti e puset të dashurit të në buzë. Oh, Po a vjen gjithmonë me ty? si? Po a vjen gjithmonë me ty? Ai, Vjen me ty gjithmonë? vjen me... Vjen ty. I dashuriot. No, nuk vjen A me shok me kolën? A shok me kolën, po. Shumë shok me kolën. Shumë Po shok. në Shqipëria ka ardhur do një herë? Si? Në Shqipëri. Shqipëria ka ardhur do një Po, herë? shumë herë, Ka shumë herë. I shumë pëlqen herë. shumë Shqipnia. E kemi italiana? Fatlumin? Italiana. Fatlumi që nga Po, ti- italian. Shqiptar. Po çfarë këngë i këndon të dashuri? Mu të na këndosh qik?
Okej, është private, po ju kënoj pjesë vogël. Po. Tash sa ditë mo që nuk jena boe, tash sa ditë mo që nuk jena boe, dranë në fide vogël që po shifën a pro, dranë në fide vogël që po shifën a pro. A e kupton ai tekstin e kësaj këngë apo jo? E kam mësu, E kam mësu, ë? Trëndafilat i shkojnë shumë Shkodrës. Tani e ka radhën Ajla? Ty ka shumë të pëlqen qerosat sa, edhe partnerin të në jetë, edhe në skenë ke zgjedhur qeros. Unë i kam flokës, gjatë fort i kam flokë të maj, por si Beatrice i pëlqen qerosat atëri më shdash një hek. Po, i prejna pas të Veç për me pëlqy Beatrices. Po, më pëlqen për stërtia. Etjen, pyetje tjetër? Ta them ka e para? Ke pyetjen e dytë tani se e para e mori përgjigjen. Mirë, Eda, e ka radhën Eda. Eda, s'ka gjë do t'ja Valketa fjalën prap. Eda të vazhdoj tani. Eda, merë mikrofonin. Amaris, t'japi një publicitet vogël, të shplodhemi pak? Një publicitet të vogël, pak kamomil dhe vi më të freskët se kur dhe shumë të shlodhur. Publicitet. Rikthehemi në pjesën e tretë të spektaklit, jemi me Shkodrën Elektronike këtu, edhe me Kroni Pulën e cila vjen si përfaqësuese e fituese gjithashtu e Shqipërisë, përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision Junior. Unë shiko, po nuk thash në një budallikun, sot tjetër, do kem shpëtuar gjallë nga ty, se unë sa herë flasni më ndërpret, dhe unë nuk më ndërpritet mendimi. Po që t'ja thret një gjë Verës. Qa do t'i thuash Vera, sa ide këtu? Vera të lutem, më vetë këngësizoj me Cicërima, nga kur po gjiroj një film. Miss Vera është DJ tani, kështu që ti mjafton të kërkosh këngën dhe ta vendos këngën me njerë. Këndoj. Do ta këndosh? Po. Prit, ja të vi kënga pak edhe bashkë me zogjt, me cicërimat e tyre të këndosh edhe ti, dakord? Po. Ti e bërë një zë i bukur për shqiptarët, çdo të premte mezi të presin njerëzit kur del në ekran. Edhe shkofsh dhe ti në Eurovision një ditë. Te festivali i Shkodrës do ta çoni, te festivali i Shkodrës, dua të përshëndes vajzën e Kujtim Alias e cila drejton tani traditën e teatrit. Përshëndetje dhe të lutem vazhdoj këtë traditë si baba yt i cili për 3 dekada i shërbeu këtij festivali. Edhe një omazh për të vjerin Kujtim Alia që është një mjeshtër i vërtet i muzikës për fëmijë në mënyrë të veçantë. Se kam kënduar me... Do këndojmë tani me zogj me Cicërima? Po thuaj prap Miss Vera se nuk po të dëgjon. Miss Vera, ma vall këngën, tani. Se unë e vrikos shumë në ara. Tani bëja. Ti dhe kur e vrikos është e ëmbël. Mirë, sa po të filloj kënga, ti ulu atje, dhe sa po të filloj kënga, unë do të të sjell këtu në qendër. Tani e ka radhën Amarisi? Për para pyetjes do i bëj një kompliment. Kur këndua ty atë këngën, publiku ju dha dritë aty dhe publiku juria vendosi syze dielli. Se si shpëtona si detaj fmive, Ne i vendos me syze diellit. Ne i vendos me syze vendosme. diellit. Po. Mas kanë. Beatrice, unë ty të kam kërkuar në Instagram, por nuk të kam gjetur me emrin Beatrice, është çudi, të kam gjetur me emrin Ishull, po ti mos e gjen ndonjë ishull i ndjeshëm? Duke kam kuptu. Ju me barkën e Peter Panit, Po. ty shkoni në përdete, oqeani, e kërkoni ishullin e Beatrices. E gjeni mu. Kërita vojnë e gjeni. Po. okej? Se s'ka vetëm ishull ta Skundit dhe Kapitan Gremç, është dhe ishull i Beas. Pse s'ka ke vendosur emrin tënd atje në fakt, se kanë më thjesht njerëzit që të identifikojnë apo nuk të intereson shumë? Je pa interesuar për marketingun digital? Është për film shumë i vjetër, do ta rregullojnë ndoshta një. Duhet ta rregullosh patjetër. S'ka mbaruar. Vazhdo. Arketa, mund të të këndoj një këngë me Diorin? Që na ke thënë që... Për pak se dua të jap vëmendje tani këngës të re që ka publikuar Shkodra Elektronike, që është një këngë fantastike, e cila meriton që të dëgjohet më shumë se çdo këngë tjetër që ne duam të këndojmë këtu, dakord? Rajan i vogël leja pak këtu sepse pyetja jote për një arsye Peter Pani e mori përfare sot se ashtu është çështja, po ti do të vish këtu që pavarësisht që nuk bëre pyetjen, ti bësh një përshëndetje gjithë vlonjatëve tani dhe të hapësh zyrtarisht sezonin turistik se dielli është hapur dhe njerëzit kanë filluar të shkojnë te plazhi i Vlorës. Çfarë do t'i thuash? Se duhet të shkojnë shqiptarët në Vlorë? Se është verë, prandaj. Vetëm kaq. Po vera është pak e nxehtë dhe duhet të hiqem sa herë në plasë, mund të ta bëhet lëkura gjithsesi. Dëgjoj, ti je më i lumtur në Tiranë apo në Vlorë?
gjitha qytetin e Shqipëri. Mirë. Ik tani bravo ulura, janë fantastik dhe mos u mërzit që pyetja jote iku fluturim ti. Çfarë do? Të lutem do më thuash edhe një herë tekstin e këngës, çfarë ka pasur parasysh kënga e re që keni publikuar, sepse do japim klipin ekskluzivisht sot në kurthin e Peter Panit. Çfarë mesazhi keni dashur me përcjell me këtë këngë, se ju i keni shumë të veçanta, dhe notat muzikore dhe fjalët. Po, e para herë kjo këngë ka një featuring shumë i veçantë, na kena izopolifonin shqiptare në këtë këngë, edhe pjesa e izopolifonis flet për një femër që me flok shumë të bukur, që rrin të i kre e të i rregullu, edhe ta zotni që kënojnë izo i këthojnë vazhdo me i kre, vazhdo me... Ashtë i fije si e lejtë si këngë shto. Atër kur këna fillu me shkru tekstin, kena menu me baj fije dualizmin, ka herë e pysim një me tjetri që konë mend tjetri. No, shumë e shumë herë, në qift sidomos, që fillon njëri të menu, po që kemë mend, që menon kë njërësi e jeton. Fleti fije për këtë psikologjin nërë njerës, që rinë të kërku me kuptu. Isopolifonia është një zhanër i pa trajtuar nga artistët shqiptar. Juve keni zgjedhur të performoni në këtë zhanër artistik. Ashtë i trajtuar edhe, po varet në çfarë kontekstit, në fjalë, është i trajtuar me... Po kështu në këtë versionin pop që keni... Në këtë versionin pop, ja. Është një risi. Është një risi. Ideja e videoklipit? Ideja e videoklipit e ka pas regjizori i videos, Eri Kuke, me Ina Listin që e kanë marrë janë Kube Studios. Ideja ka kënë tyne. Aja është mundu me kriju i këtë dualizm midis një situatet shumë të undergroundit të qytetit, autostradave urbane, me natyrën edhe me arkaizmin. Ide arkaike të një shoqënies arkaike, që është edhe paka shumë të kënga jonë, paka shumë e fjallë, që marrim këtë traditën izopolifonike me nërthurën me instrumente elektronike. Nga rrugët me kaldrëm të Shkodrës, ne do zbresim tani në jugun e mrekullueshëm të Shqipërisë, po me klip do të ngjitemi prap në luginat dhe malet me kuaj, dhe kështu do të bëjmë një xhiro me muzikën tuaj fantastike në të gjitha trevat e bukura të Shqipërisë. Muzika juaj ka gjithmonë plur yjesh, ka fjalën shndrit, ka dritën që secili nga ne e ka, dhe është një yll i shkputur, sepse është yll rreth vetes së tij, edhe këto mesazhe japin edhe më shumë dritë jetës tonë, kështu që muzika ka fuqinë dhe forcën ta bëjë këtë, zëri dhe krijimtaria juaj gjithashtu. Dua të falenderoj shikuesit që ishin me ne. Shkodrës Elektronike ju uroj shumë suksese, të jenë prodhimtar dhe të realizojnë sa më shumë muzikë të re, të freskët dhe origjinale si kjo që po sjellin në këtë vit të fundit si një super dyshe, si një super duo. Dua të uroj Kronin e vogël që të shkëlqej gjeneratën e saj në Junior Eurovision Song Contest në dhjetor. Dua të përshëndes të gjithë fëmijët e Shqipërisë dhe të Kosovës që ishin sot këtë me mua, dhe të falenderoj edhe një herë presidenten Vjosa Osmani për zgjedhjen që bëri që kurthin e Peter Panit ta kishte mbylljen finale të këtij forumi kaq të rëndësishëm për mbrojtjen e sigurisë së fëmijëve dhe grave. Ne me kurthin e Peter Panit do të fluturojmë tani si fillim te kënga e re e Shkodrës Elektronike dhe më njëherë më pas do të shkojmë në Prishtinë. Faleminderit që ishit me ne, faleminderit që ishit dhe juve me neve. Faleminderit. Këta! E shohim bashkë këngën e Shkodrës Elektronike.